15 marsi shënon një nga krimet më të rënda njerëzore në trajektorin e pluralizmit dramatik shqiptar. Si sot 9 vjet më parë, për shkak të një biznesi të paligjshëm ku të përfshirë ishin drejt për drejt disa familjarë të ish kryeministrit Berisha, Gërdeci u trondit nga një shpërthim vdekjeprurës, nga i cili humbën jetën 26 persona dhe u plagosën 300 të tjerë, ndërsa u rrafshua një fshat i tërë duke dëmtuar qindra biznese, 400 prona dhe 10 shtëpi. Pas tragjedisë, ish kryeministri Sali Berisha nisi përpjekjet për të mjegulluar rolin e tij, të djalit dhe të disa ministrave në ngritjen e fabrikës së vdekjes. Mesazhet kërcënuese në adresë të prokurorisë, kërcënimi me jetë i generalit Luan Hoxha nga Shkëlzen Berisha, vdekja misterioze e dëshmitarit kyç Kosta Trëbickës, sulmet ndaj New York Times që zbardhi aferën, mohimi Baxhanakut që humbi jetën në fabrike të tjerë, ishin vetëm disa nga përpjekjet e përgjegjësve për të shpëtuar ndëshkimit, dhe rezultati ishte i pabesueshëm. Ish ministri mbrojtjes Fatmir Mediu i akuzuar nga prokuroria për shpërdorim detyre në lidhje me shpërthimin në Gërdec, i shpëtoi dënimit për shkak se u rivesh me imunitetin e deputetit. Ndërkaq, pavarësisht fakteve dhe dëshmive, ish kryeministri Sali Berisha dhe i biri i tij, Shkëlzen Berisha nuk u hetuan asnjëherë për këtë çështje. Si gjithmonë, në burg përfunduan disa zbatues në terren të aferës me demontimin e armëve. Megjithatë, disa vite më vonë të gjithë të dënuarit lan burgun njëri pas tjetrit, ndërsa disa edhe u shpërblyen më pas me paratë taksa paguesve shqiptar. Kosta Trëbicka ishte i pari që denoncoi Sali Berishën dhe familjarët e tij në gazetën New York Times, ndërsa solli edhe gazetarin e kësaj gazete në Gërdec. Artikulli për trafikun e armëve drejt vendeve në konflikt dhe Afganistanit u botua 2 ditë pas shpërthimit. Trëbicka ishte njeriu që denoncoi edhe të birin e Sali Berishës, Shkëlzen Berisha, si njeriu që drejtonte në parapaskem biznesin familjar në Gërdec. Ministrat konsultonin me Shkëlzenin çdo urdhër, ndërsa Baxhanaku i Berishës vepronte në punishte. Informacionet e Trëbickës ishin teje të sigurta dhe të detajuara, pasi kompania e tij bënte riambalazhimin e municioneve kineze, duke i paraqitur me etiketë tjetër. Ndërkohë ambasada amerikane në Tiranë i raportonte dash se si ministrat punonin për Shkëlzenin. Në një kablogram të ambasadës amerikane, thuhet se sekretarja e ministrit të drejtësisë, Aldo Bumçi, tregoi për të paktën 2 takime mes Bumçit dhe Shkëlzenit në 2007. Edhe kur u pyet për një letër që Bumçi i dërgonte Mediut për aprovimin të projekt ligji që do t'i hapte rrugë çmontimeve në Gërdec, ajo konfirmoi që Bumçi kishte shkruar mbi kapak për Shkëlzen Berishën. Pas kësaj dëshmie, Bumçi akuzoi ish sekretarin e tij për shpifje dhe e paditje atë.